është bërë me drejt për drejt, pra duke reflektuar jo vetëm qëndrimin politik, por edhe një mesazh strategjik pra se i përket edhe balancës së forcave në rajon. Pse Irani po i shuan tashmë të pamundur një sulm amerikan dhe çfarë fshihet mbas këtyre deklaratave? Tani Irani nuk e shqiqon si të pamundur një sulm të SBA-s kundër Iranit, përderisa lobi izraelit ende është i fuqishëm në SBA dhe përderisa presidenti Trump ende është i mbarur nga donatorët e tyre izraelit dhe qeveria e Izraelit është kundër një paqe me Iranin përderisa t'i arrin ata qëllimet e tyre, qëllime këta që janë të pamundshme për t'u arritur. Ushtria e Iranit përgatitet për luftë dhe ata besojnë që do të vazhdojë lufta. Nuk mendojnë që përpjekjet diplomatike do të dështojnë dhe kjo ishte edhe arsyeja pse Garda Revolucionare e pranoi anëpushimin 2 javor, që t'i jap një mundësi qeverisë se udhëroni çka mund të bëni në diplomaci, e keni të drejtën që të negocioni dhe të arrini një marrëveshje në favor të Iranit. Po ajo marrëveshje në favor të Iranit asesi që mund të arrijë. Kjo edhe për shkak të karakterit narcisist të Trumpit, i cili i hyri kësaj pune apo kësaj lufte me qëllimin se do të dalë fitimtar shumë lehtësisht, po ja që në fushbetej u dëshmua që amerikanët i humbën dikun 44 mjete fluturake, duke i hyrë këtu edhe aeroplan ushtarak, aeroplan cisterna, dron, të cilët të paktën kushtojnë nga $30 milion, kishin helikopter që u shkatruan, pra nëse e marrim vlerën e atyre mjeteve luftarake që janë shkatruar, është dikun me miliarda $, dëme. Po ja që tani për shkak se jemi në një pauzë 3 javore, tani kanë filluar edhe mediat amerikane, të cilat janë në një cenzurë të re, të dëshmojnë për dështimet e ushtrisë amerikane në këtë luftë, dhe gjë apo pargjë kishte në CNN International një emision ku jepej lajmi se 13 baza amerikane në lindjen e mesme, thuajse të gjithë janë shkatruar, si në Kuvajt, si në Emirate, si në Arabinë Saudite, dhe kishte edhe incizime satelitare. Ne kemi bërë video këtu më herët, i kemi diskutuar këta çështje, mirë po amerikanët kuptojnë që janë në një cenzurë të re dhe nuk kanë pas lajme të tilla. Unë kam folur që edhe municioni i raketave për goditje të largët është duke u harxhuar, ja tani kuptojmë edhe nga mediat amerikane që 50% e arsenalit të municionit amerikan është harxhuar, pashtu thuajse janë harxhuar shumë edhe raketat Patriot, të cilët e mbrojnë Izraelin dhe raketa kundërajrore apo interceptor të ndryshme, të cilët janë duke u harxhuar. Mirë po tani gjatë kësaj kohe të pauzës, amerikanët janë duke i mbledhur nga bazat e Aziz dhe vendeve të tjera dhe me aeroplan transportues i dërgojnë në Izrael dhe në lindjen e mesme, dhe ka gjasa të mëdha që kjo lufta të vazhdojë për të paktën edhe 1 muaj, për shkak se edhe afati për zgjatjen e kësaj lufte përfundon. Ne e dim që Trumpi e filloi këtë luftë mbas të drejtës së ligjeve amerikane, i cili ka të drejtë të fillojë një iniciativë luftarake dhe prandaj Trumpi e quan këtë konflikt, nuk e quan luftë, për shkak se nuk mori prej Senatit drejt për drejt të drejtën e agresionit të një shteti të huaj, dhe kaluan 2 muaj dhe sipas ligjeve në Amerikë, kaq është e drejta e Trumpit, 2 muaj, mirë po 2 muaj kaluan, mirë po ai ka të drejtë që ta shtyej edhe 1 muaj, dhe ky muaj është duke përfunduar, dhe e kemi lajmin e fundit i Trumpit, i cili Kongresit i tha që jo, nuk kemi në luftë, ka përfunduar lufta para 2 javë me Iranin, dhe ai si duket ka nevojë që të ketë të paktën 1 muaj anëpushim, që të mund të drejtën e tij ta vazhdoj përsëri ta sulmoj Iranin
Mirë po askush nuk e din se çka zhvillohet në kokën e Trumpit është i pa parashikuar. Mirë po e din të gjithë që është jo racional. Ishte jo racionale që të sulmohet Irani duke ditur forcën ushtarake të Iranit. Është jo racionale që të dërgohen anijet luftarake në ngushticën e Korfuzit, për shkak se ata do të zhyten që të gjitha. Mirë po nuk dihet edhe qëllimi vërtet i Trumpit. Ati afrohen zgjedhjet parlamentare dhe si duket shumë kongresmen tani distancohen nga Trumpi, për shkak se mbështetja e Trumpit i dëmton kandidatët republikan gjatë kampanjës së zgjedhjeve dhe besohet që demokratët do ta fitojnë. Mirë po nga ana tjetër Trumpi nuk ka se edhe çka humbën, për shkak se kjo është mandati i tij i fundit. Mirë po nga ana tjetër ai thotë që mund të kandidojë edhe më 2028-ën, nga ana tjetër nuk e dim a është serioz në atë çka e flet. Pra e gjithë bota është në një konfuzion dhe ky konfuzion shiqohet edhe në marrëdhëniet në mes Unionit Evropian dhe SBA-s. Dhe ja që i kemi kësnimet e fundit të Trump se Amerika do të tërhiqet nga NATO-ja, e kemi lajmin e fundit që 5.000 trupa ushtarake amerikane tërhiqen nga Gjermania dhe e gjithë gjeopolitika është në trazir të madhe. Po ashtu e kemi edhe pritet vizita e Trumpit që të shkojnë në Kinë. Ai duhej të shkonte atje në prill, po për shkak të luftës e shtyu. Dhe tani mendohet nga mesi maj që mund të jetë Trumpi në Kinë dhe besohet që nuk mund të filloj kjo luftë përderisa Trumpi përgatitet që të shkojnë në Kinë, për shkak se do të shkojë atje si një dështak që është duke humbur luftën kundër Iranit. Ai donte të shkonte në Kinë si fitimtar, që pasi e fitoi Venezuelën dhe ta fitonte Iranin, ai do të shkonte në Kinë me kushtet e tija, që nëse doni të keni burime energjetike, pa qëtër t'i pranoni kushtet, pra ishte një përgatitje për ta kërcënuar Kinën, pasi si që shiqejmë planet e tij asesi që të realizohen. E shërëzëdote nga ana tjetër, qëndrimet e vetë presidentit të SBA-s Donald Trump pra ndaj propozimeve iraniane kanë shtuar sigurisht edhe pasigurinë, duke ngritur edhe shqetësime për ndikimin e tyre në vetë stabilitetin rajonal. Pra tashmë në këtë momente që ne po flasim, mendoni se presidenti i SBA-s Donald Trump po luan tashmë një lojë të rrezikshme, ta quajmë, e cila sigurisht në vijim mund të ndesë edhe më tej konfliktin? Po tani nëse shiqojmë edhe këtë armëpushim, pra kushtet e armëpushimit nuk respektohen. Një ndër kushtet e armëpushimit ishte që Izraeli ta ndërpres luftën në Liban kundër Hezbollahut dhe në ditët e para arriti Trumpi që ta detyroj Izraelin që ta ndërpres konfliktin. Mirë po ja që shiqojmë që është thyer armëpushimi dhe Izraeli vazhdon që ta bombardojë Libanin dhe ti bombardoi fshatrat e Libanit ashtu në njëjtën mënyrë ashtu siç ishte duke shkatruar Gazën. Dhe këtu shiqojmë që ky armëpushim nuk është stabil. Po ashtu Trumpi tha që ne do t'i bllokojmë të gjithë anijet tregtare të Iranit dhe kjo është një thyrje e premtimit për armëpushim. Pra kuptohet që të gjithë këta janë shenja se mund të kthehemi në një konflikt të nxehtë. Tani përpiqet Trumpi që ta detyrojë Iranin nëpërmjet sanksioneve ekonomike ta dëmtojë qeverinë e Iranit, mirë po Irani është afër 40 sa vite në sanksione dhe din që të mbijetojë në situata të vështira. Dhe nuk besoj që do të kenë sukses. Nuk do të kenë sukses edhe për arsyen se anijet luftarake amerikane janë shumë larg territorit të Iranit, ata janë në Oqeanin Indian dhe përpiqen që t'i ndërpresin disa anije me naftë të Iranit dhe të paktën 2 apo 3 i kanë ndërprer, po në njëjtën kohë Irani i kundërpërgjigjet duke i bllokuar anijet e perëndimorëve dhe konfiskuar anijet e tyre, pra
shiqohet që nuk e ka atë kapacitet SBA-ja që ti bllokoj tregtien e Iranit, përveç se kemi shpjeguar që Irani ka edhe mënyrat tjera për ta transportuar naftën, dhe të dhënat e fundit dëshmojnë që prej kur ka filluar kjo luftë, Irani eksporton shumë më shumë naftë se sa para fillimit të këtij konflikti. Ne e dim që edhe SBA-ja i tërhoqi sanksionet kundër Iranit për shkak se kishte krizë në botë për naftën, dhe çmimi i naftës është duke u rritur për çdo ditë. Ja sot e pash të paktën ishte mbi $110 fuqia e naftës dhe shkon duke u rritur, dhe të gjitha ata rritja e çmimit kuptohet që e pasuron ende më shumë Iranin. Mirëpo edhe këtë duhet ta kemi parasysh që nëse në bursë çmimi i naftës është $110 fuqia, në realitet ajo është diku $170-180 fuqia, për shkak se ka mungesë të naftës, dhe ai i cili paguan më shumë, ai mund ta merr naftën. Nga ana tjetër kemi kontakte bilaterale të Japonisë, të Koreasë së Jugut dhe shteteve tjera të Azisë, sikur India, dhe të cilët negociojnë me qeverinë iraniane që t'u lejoj që anijet e tyre me naftë dhe me gaz të kalojnë në ngushticën e Hormuzit, dhe kuptohet që kjo jarit prestizhin edhe Iranit, po edhe pasurinë jarit Iranit, për shkak se në ngushticën e Hormuzit nuk kalon vetëm nafta dhe gazi, aty kemi edhe shumë elemente të tjerë të rëndësishme për industrinë, siç është heleniumi, kemi sulfurin, kemi amoniakun, dhe që përdoret mandej për plehra kimike, dhe të gjitha ata janë të nevojshme që të zhvillohet ekonomia botërore, qoftë për bateritë e veturave, qoftë për prodhimin e çipave që përdoren nëpër kompjutera apo telefona, dhe këtë pasuri të vërtet e pa Irani gjatë kësaj lufte, dhe kush e di çka të bën Amerika, Irani nuk do ta lejoj ngushticën e Hormuzit, për shkak se ajo është garanci e vetme që mund të sigurojë një progres ekonomik për Iranin. Për sa i përket ministrit idiot të punëve të jashtme të Iranit, ashtu sikur e quajnë garda revolucionare, ai thotë që faza e parë duhet të jetë që kemi një garancion se Irani nuk do të sulmohet. Unë besoj që kjo është një fantazi e diplomatit të Iranit, për shkak se nuk ekzistojnë ashtu garancione. Ato garancione i parashikte edhe Xhavid Zarifi, i cili ishte ministër i punëve të jashtme të Iranit, dhe i cili bëri një marrëveshje me SBA-n, e cila marrëveshje si traktat ndërkombëtar kaloi në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, dhe ku votua 15-0, pra 15 antarë të